Në Zart të Sarandës ka nisur puna për ndërtimin e nën stacionit të ri elektrik, i cili do të rrisë sigurinë dhe kapacitetet duke përmirësuar cilësinë e shërbimit për banorët dhe bizneset e zonës. Ky investim, i cili pritet të jetë gati në muajt e parë të vitit të ardhshëm, i përgjigjet kërkesave të zonës, por edhe zhvillimit të pritshëm të saj në vijim. Nën stacioni i ri do të jetë në shërbim jo vetëm të banorëve të Zarës dhe Konispolit, por edhe zonës turistike të Ksamilit, e cila ka një fluks të shtuar gjatë sezonit veror. Afro 7.000 abonent të cilët do të marrin shërbim përmes këtij nën stacioni. Zëvendës kryeministri anjëherësh ministreja e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, së bashku me administratorin e OSSH-s Bledian Dalipi, ndoqën nga afër ecurinë e deri më tanishme të punimeve në kantierin e nën stacionit të ri. Është një nën stacion totalisht i ri dhe sipas kontratës përfundon në maj të 2026-s, duke parë ecurinë e punimeve, ashtu si edhe në kantieret e tjera, synojmë ta përfundojmë në tremujorin e parë të vitit të ardhshëm. Ky është një nën stacion 110 fraksion 20 me një fuqi prej 50 megash, që do të thotë një 8 fishim të kapaciteteve krahasuar me nën stacionin ekzistues, sqaroi Dalipi. Zëvendës kryeministri Balluku theksoi nevojën për ndërtimin e këtij nën stacioni të ri, i cili do të ketë një ndikim të rëndësishëm në furnizimin me energji elektrike në të gjithë zonën e jugut, e cila, ku me nisjen e sezonit turistik, fluksi lëvizjeve është rritur ndjeshëm. Është çështja e kapacitetit mbi të gjitha, padyshim edhe teknologjia, një tjetër teknologji përdorim në sot, por nga ana tjetër ne duhet kuptojmë që e gjithë zona e jugut tashmë këtu ku ndodhemi, është një zonë e cila e shumë fishon numrin e banorëve nga maj deri në tetor. Nga ana tjetër është një zonë e rëndësishme edhe për sa i përket bujqësisë këtu, dhe ne kemi diskutuar nga fillimi që energjia në këtë zonë nuk duhet vetëm për banorët, dhe flasim për 7.000 abonent që përfitojnë nga ky projekt, apo jo? 7.000 abonent do të thotë 7.000 kontrata, por mesatarisht me 4 banor për familje, sikur ta marrim mesatarisht, flitet për rreth 28.000 banor të cilët përfitojnë. Por nga ana tjetër, siç thamë, këtu përfitojnë të gjitha njësitë turistike, qofshin këto hoteleri, restorante etj, por edhe të gjitha njësitë e bujqësisë të ngritura në zonë, siç janë serat apo fermat e ullishteve, të agrumeve e tjerë çfarë prodhohet këtu në zonë. Kështu që duhet të themi që është një investim që duhej bërë, është një investim që na është kërkuar si nga bashkia, ashtu edhe nga të gjithë faktorët e zhvillimit ekonomik dhe bujqësor të zonës, por padyshim që përfitohet edhe më gjerë. Këtë vit, ose më saktë po referohem vitit kaluar, se këtë vit do shohim, ndoshta shkojmë edhe më lart, vitin e kaluar nga 15 korriku deri në 15 gusht kemi qenë me 28 milion kilovator në ditë. Apo jo? Në ndërkohë, meqense ndodhemi këtu në pjesën më jugore të Shqipërisë, unë do desha që të bënim edhe një brief, një informacion tërësisht për jugun, duke nisur nga Vlora, duke qenë se edhe të gjitha investimet tona nuk janë vetëm përshëndruara pra këtu. Kemi edhe në stacionin e Akernis që po ndërtojmë, edhe në stacionin e Pisheresit që po ndërtojmë, të cilat janë kontributor kryesor për mbarvajtjen e shpërndarjes energjisë elektrike në gjithë pjesën jugore të Shqipërisë, aty ku është edhe turizmi i përshëndruar. Pa lënë këtu me një anë të gjitha punimet që po bëjmë në veri të vendit, në Lezhë apo dhe në Theth madje. Kështu që sqarojmë pak situatën se si e kemi sot në jug, ku unë shpesh herë komunikoj dhe vetë me banorët apo me pronarët e hoteleve apo të restoranteve për shqetësimet që ata kanë. Kam marrë në fillim të sezonit shqetësime nga Boshi, pastaj është shqetësuar situata dhe janë disa pika të cilat duhet të sqarojmë, pasi ka investime që po bëhen në këto momente dhe kemi marrë dhe masa, pavarësisht se ne gjatë kësaj jave do të kemi një komunikim publik për të gjitha rajonet e Shqipërisë se çfarë ndodh me masat që kemi marrë për sezonin. Referuar sezonit turistik dhe furnizimit me energji elektrike, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë theksoi se deri më tani situata ka qenë në normalitet të plot, pa problematika, ndërkohë që edhe për javët në vijim, kur pritet të jetë edhe piku i sezonit turistik, janë marrë masa për të garantuar një shërbim sa më cilësor. Në stacioni i ri elektrik në zonën e Zarës do të ndikojë gjithashtu edhe në uljen e nivelit të humbjeve në rrjet.